e këtyre problemave apo çështjeve të arsimit janë nisur ka kohë më parë, por Shqipëria ka akoma më shumë nevojë, pra për të qenë aq e përgatitur për të përfunduar këto reforma të sistemit të Bashkimit Evropian. Dhe unë këtë do ta vendosja theksin se një ndër to është dhe sistemi i digitalizimit. Okej, është bërë përparim, pra shkollat kanë hyrë në sistemin e digitalizimit, por unë mendoj që ka akoma më shumë punë për të bërë për sa i përket kësaj pjese, sepse në momentin që flasim nuk jemi 100% pra aty ku duhet. Po është një pyetje që doja ta bëj Ana, nëse më lejon që të ndërhyj. Doja të patjetër. pyesja që sa i gatshëm është në të vërtetë sistemi arsimor shqiptar për një transformim digjital, sikurse flitet, duke marrë parasysh edhe diferencat reale që preken në terren midis zonave urbane dhe atyre rurale e të tjerë. Atëherë, transformimi digjital në fakt është një nevojë e sistemit tonë arsimor, është i domosdoshëm, ka qenë i domosdoshëm dhe kohë më parë, duke qenë se dhe ne jemi futur në një fazë ku operojmë për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, por në fakt unë mendoj që ne nuk jemi 100% aty ku duhet apo të gatshëm për sa i përket sistemit të transformimit digjital. Këtë e them me bindje të plotë, pasi një pjesë e mirë e shkollave të sistemit para universitar, pra nuk po flasim për sa i përket universiteteve, sepse ato janë një fazë tjetër dhe janë ndoshta më të pajisura për sa i përket pajisjeve digjitale dhe sistemit të transformimit digjital, pra janë më afër kësaj reforme, po për sa i përket shkollave, është ajo hendeku i madh që kemi ndërmjet shkollave rurale dhe shkollave urbane dhe duke qenë se ne flasim dhe kërkojmë gjithmonë ose jemi drejt një arsimi gjithë përfshirës, unë mendoj që procesi i digitalizimit ka akoma nevojë dhe punë, qoftë nga pajisjet, qoftë nga sistemi, por edhe nga përgatitja e vetë këtyre mësuesve, lektorëve apo profesorëve për sa i përket mosimdhënies